Para sallës së gjyqit, familjarët e viktimave deklaruan se dyshojnë në mënyrën se si gjithë rasti është udhëhequr nga prokuroria publike, pasi në opinion u shfaqën informacione se shkaku i vdekjes nuk ka qenë vetëm asfiksia nga monoksidi i karbonit. Ata pyesin nëse prokuroria publike i ka hetuar shkaqet e sakta të vdekjes së fëmijëve të tyre pas zgjedhjeve të Institutit të Kimisë për praninë e gazrave cianid. Фактот што државните институции потврдуваат можност во присуство на цианидни гасови во просторот на истовремено, не постои исто јавен достапен доказ дека овие гасови биле анализирани во телата на жртвите. Представува сериозен медицински и правен јас. Ова значи дека обдуктискиот наод е нецелосен, постои основа за дополнително и независно вештачење. Постои основа за правно оспорување на заклучокот, оправдано и неопходно во интерес на вистината. Ndërkohë, në seancën e sotme gjyqësore u paraqit edhe dëshmitari i parë Dejan Nikolov, pronari i një autoservisi që ndodhej menjëherë pranë diskotekës Puls në Koçan. Duke u përgjigjur pyetjeve të prokurorisë publike, ai foli për mënyrën se si ishte rindërtuar objekti i diskotekës. Tha se pronari i tij Dejan Jovanov nuk i kishte treguar se çfarë po ndërtohej konkretisht, por më pasi vuri re se po instaloheshin banak, konstatoi se bëhej fjalë për një objekt hotelerie. Dëshmitari tha gjithashtu se më herët ai objekt kishte funksionuar si konfeksion dhe kishte qenë edhe hapësirë magazinimi për produkte lëkure. Para fillimit të dëshmive, përfunduan fjalët hyrëse të mbrojtjes me paraqitjen si të avokatit, ashtu edhe të vet Aleksandar Nacevit, pronari i Agjencisë së Sigurimit të Rubicon, i cili tha se ndaj tij ka shpifje dhe fyerje të pabazuara. Дури еден Джордж Орвел би можел да позавиди неваквата конструкција. Токму затоа, во текот на ова судење, ќе ги неутрализираме ваквите конструкции преку непобитни докази и околности кои јавно ќе укажат на отсутството на било каква вина. Gjykimi vazhdon me dëshmitë e 35 dëshmitarëve, ndërsa seanca e ardhshme gjyqësore me dëshmitar të tjerë është caktuar për të hënën.